Parku Kombëtar Alpet e Shqipërisë në këto ditëmarsi janë vizituar nga alpinizë dhe turistë apasionuar pas ngjitjeve në mal. Ministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka ndarë pamje nga ngjitja në majat e binjakëve të thethit Mark Zagora e grupit të madh të alpinistëve. Kreu i qeverisë shkruan se alpinistët nga e gjithë Shqipëria në malet plot aventura të thethit. 179 alpinistë nga e gjithë Shqipëria kanë eksploruar Parkun Kombëtar të Alpeve, një përvojë unike e turizmit malor, mes peizazheve të mrekullueshme, nismë e Federatës Shqiptare të Alpinizmit, të cilës ju bashkua edhe turista pasionuar pas natyrës. Në këtë ekspedit, 179 alpinistët nga 16 ekipet të vendit tonë u ngjitën në majën më të lartë në qafësore, Mark Zagora apo siç njihet ndryshe si binjakët e thethit, në lartësinë 2313 metra mbi nivelin e detit, duke sfiduar kështu vështirësi dhe rreziqet që shoqërojnë stinën e dimrit në këto zona. Ky aktivitet është një mundësi për të promovuar bukuritë dhe vlerat turistike të Alpeve tona. Parku Kombëtar Alpet të Shqipërisë, një nga territoret më atraktive dhe më magjepse në trevat shqiptare me bukuri të shumta natyrore dhe pasuri të mëdha turistike, tërheq çdo vit të apasionuarit pas ngjitjeve në male.